Për 13.000 shoferët e kamioneve dhe të autobuseve të cilët tranzitojnë në Shtetet e Bashkimit Evropian, vendi ynë ka rënë në ujdi t'u jepen viza afatgjate nga Kroacia dhe Rumania. Këtë e bëri të ditur zëvendës kryeministri i parë Bekim Sali gjatë takimit me përfaqësuesit e odës ekonomike. Transportuesit e mallrave dhe të udhëtarëve drejt shteteve të BE-s nga 10 prilli u përballën me procedura të reja të hyrje-daljeve në zonën Schengen. Sistemi i evidentimit elektronik në pikat kufitare EES nisi të bëjë vonesa për 6 shtetet e Ballkanit Perëndimor, pasi shoferëve ju duhej të vozisnin jo më shumë se 90 ditë brenda 180 ditëve. Për arsye se kërkoshim zgjidhje si të bëhet një hap konkret për interesin edhe të transportuesve, po edhe të qytetarëve të cilët udhtojnë në Unionin Evropian dhe mallrave të cilët tranzitojnë atje. Shtetet e afërta si Kroacia dhe Rumania janë pajtuar që këtyre kandidatëve kërkuesve të vizave afatgjate t'ju jepet vizë afatgjate. Përqendrim në vendet e tyre, po natyrisht gjatë qasjes në shtetet e më të afërta, hyrja dhe në Unionin Evropian. Ekspertja e ekonomisë dhe profesoresha universitare Nikica Mojsovska tha se ky është një lehtësim i madh në transportin e mallrave dhe shërbimeve, duke shpresuar se do të nxit veprim edhe tek vende tjera që transportuesit tanë furnizohen më së tepërmi. Ajo tha se ekonomia vendit varet shumë nga importi dhe porositë që qeveria duhet të jetë më këmbgulse në respektimin e marrëveshjeve që janë firmosur, por dhe të destinohen nga tregjet që janë duke u zhvilluar me hovë të madh përtej BE-s. Секако дека ќе има користи за македонската економија, ќе се намалат одредени транспортни трошоци, бидејќи фирмите во месеците јануари и февруари мора да користат алтернативни извори за извоз, односно за транспорт на извозните производи, што навистина предизвика големи трошоци кај нив. Меѓутоа, очигледно е дека геополитичката неизвестност е голема, дека ЕУ презема мерки кои што некогаш негативно се одразуваат на Македонија и земјите во регионот, така што треба да бидеме спремни за акција и од наша страна. Pas protestave nga 26 deri me 29 janar kur u bllokuan pikat doganore, shoferët e kamioneve dhe autobuseve u njohen si profesionistë më veten nga autoritetet e BE-s. Për këtë kategori profesionistësh EES-ja është prolonguar deri në shtator, thon nga Ministria e Transportit, duke identifikuar shtetet e BE-s ku më së tepërmi udhtojnë kamionet dhe autobuset tanë për të marrë viza afatgjate pune. Autoritetet bëjnë me dije që edhe me Gjermaninë janë në bisedim përmes odës së investitorëve të huaj dhe me Britaninë e Madhe kanë nisur bisedime të posaçme, duke qenë se ishullorët më nuk janë pjesë e BE-s dhe zonës Schengen dhe kanë rregulla të tjera të vizave të punës për profesionistët e huaj.